më e mira do jetë kombinimi vaj ullirit ekstra e virgjine me karotën, apo karota me avokaton, është shumë e mirë. Karota me lëngun e kockave, patjetër kur e zihem, ku vëm pataten e kuqe, ku vëm pak qep, ku vëm mandanozin tek ai lëngu kockave që do zihem dhe ta frulatojmë, është jashtëzakonshëm. Kemi bërë një spital aty brenda ose një farmaci. Farat e lirit, farat e qias, kombinimi me ara, edhe me vajrat e tjerë, sepse edhe përmbajtja e omega-3 që kanë këto, apo dhe fibrat gjelatinoze që ngadalsojnë absorbimin e sheqerit, bëjnë dhe përthithje më të mirë të vitaminës A duke u absorbuar sheqeri më avash. Karota e me pak limon, nëse s'kemi gjë tjetër, kemi karotë zier, le të jedhim pak limon, sepse niveli acidit askorbik, pra po themi vitamina C, stabilizon beta-karotenin dhe bën që tretja e yndyrës bëhet më e mirë dhe përmirëson dhe qarkullimin e gjakut, që është jashtëzakonshëm. Nga ana tjetër, kur e shoqërojmë me xhinxher, me kurkuma, me piper të zi, me erza, kemi nivele më të larta të antioksidanteve që rrisim, rregullojmë problemet e qarkullimit të gjakut dhe shtojmë nivelin e antiinflamacionit në trupat tanë. Pra ku shtojmë koriandër, manjanoz dhe këto të tjera. Më e mira, perfekta do ishte karota e gatuar, vaj ulliri, pak limon, pak manjanoz, pak erza që ne mund t'i shoqërojmë